A ka qenë ndonjëherë ndarja nga vetëvendosja një vendim emocional apo i kalkulun politikisht? Ndarja për vetëvendosjes ka qenë vendimi ma politik, nashta që për mendimin tim e kemi marrë na si kolektiv. Mirë, po na politikën e kena emocion. Dhe të gjitha kemi pas, edhe kur jemi kon vetëvendosje, edhe kur se ti nuk mundesh me besu qaq shumë një koncept në idetë e tua, mos me pas emocion për atë sen. Edhe masnej normalisht që çka do që ndodh, qoftë ndarja, qoftë një arrestim, qoftë një diçka, ti je i involvuar me emocion, se njeri nuk është i ndam, as nuk duhet me qenë i ndam. Kur beson shumë në një ide, aty masnej ka shumë pasion edhe shumë emocion. Kështu që edhe ndamja për vetëvendosjes është edhe emocion, edhe vendim politik, po në thelb është vendim politik. Nëse i merrni i këshyrni, edhe ju ftoj me e bo herë nëse keni kohë dhe interesim, mi marrë mi këshyre misionet e para ku kemi marrë pjesë na, kur kemi dalë për vetëvendosjes, edhe mundi mi ngu kritikat që i kemi bo, edhe senet që i kemi thonë që aty. Dhe me thonë janë shumica për tyne, 90% të tyne, për tyne janë senet cilat sot kanë ndodhë një formës e tjetër. Edhe kjo ka zonë që su konvit, pëse ja kina pasi nati Albin Kurti, se për ndryshe s'ki shumë mrimi artikulu qaq mirë që ato senet cilat sot për ndodhin krejt, ose kanë ndodhë plot për tyne, nëse i shkon veç çështja i nati. Apo më kupton, dhe me thonë, si të është veç çështja i nati, ti nuk mrimi artikulu, kur është çështja e menduar politikisht, edhe mos pajtimi thellë politik, atëherë ti mrin me artikulu që ato edhe del që edhe ka dalë që ka qenë i sakt. Mirë po ajo normalisht që ka qenë masnej edhe emocional. Sepse na kemi qenë të angazhuar për do ide, cilat i kemi besu për një me dhe kemi po një subjekt që i kemi besu për një me dhe i cili ka braktisë që ato ide për një me. Edhe kur të sheti që atë sen të ndohë, normalisht që ka edhe impenjim emocional aty.